Çkarpa, në profesion jam inxhinier, jam kryetari i shoqatës Berati, ushtroj dhe biznesin e argjendarisë, kam vite që merrem me këtë biznes, kam gati 25 vjet. Sot ka ndodhur vërtet një vjedhje spektakolare në dyqanin tim, një vjedhje e organizuar sipas mendimit tim, por dhe sipas mendimit të policisë komisariatit nr. 1, të cilët nuk kam ankesë të flas, se kanë ardhur që në fillimet e njoftimit që unë kam bërë, që nga shefi komisariatit zoti Elton, që nga shefi krimeve, nga shefet e seksioneve, Juli, Olti, kanë ardhur të gjithë, kam parë interesin maksimal të tyre, shpresoj dhe besoj që ata ta gjejnë këtë vjedhje. Do më vi mirë që të gjendet, sepse unë dua të ri në këtë vend, e dua këtë vend. Në qoftë se nuk gjendet kjo vjedhje, kjo është vjedhja e dytë që bëhet brenda 3 muajve, vjedhja e parë nuk ka u mbulua nga Prokuroria e Tiranës si vjedhje pa autor, edhe ata nuk kishin çfarë bën. Jam siguruar dhe gjithë mallin tim e kam të kontabilizuar pra njeh shteti shqiptar. Jam person i ndershëm, person korrekt. Pa dashur kam qenë dhe jam kryetari i shoqatës argjendarëve të Shqipërisë, ndonë se kjo shoqatë nuk funksionon, por dhe në këtë tagër që kam pasur duhet të flasë që argjendarët kanë qenë dhe janë të pasiguruar, janë në rrezikun e armëve, miqtë tanë dhe kolegët tanë i kanë vrarë, ndërsa mua më kanë vrarë, do më kërabitur gjithë djersën dhe mundin 25 vjeçar. Dëmi mund të vejë dhe 500.000 euro. Gjithë vlera që unë kam pasur. Çfarë kanë marrë konkretisht? Më kanë marrë gjithë sasinë e floririt që unë kam pasur, gati 8 kg, kanë marrë gati një sasi argjendi, ka qenë dhe ajo 30 kg, sasi orash, të cilat janë të shtrenjta, firmato, esencë, tisot, romanson e tjera. A keni ide një për godinën që të ndodhë në gjithë me qytetarët, kush e ka? Ideja këtu është një problem që këtuja, kjo godinë që është në një mur të përbashkët, në bashkëpronësi me personin që po e restauron, është monument kulture, si edhe vila 101 ku unë kam pronat e mi është vilë monument kulture. Vërej që kjo vilë ka marrë leje, por është penguar nga policia, sepse s'ka marrë leje të plot. Personat kanë punuar bile dhe kanë dëmtuar, do më thënë në bazë të rregullave të restaurimit, sepse unë jam inxhinier, ata kanë bërë ndëmtime edhe në murin që është bashkëpronësi, e kanë quar nga 20 që ishte, e kanë quar 10 pont. Ka qenë një objekt që i cili ka mbledhur shumë kriminela këtë kohë, shumë njerëz vinin, hynin. Nga ana e pronarit nuk është marrë asnjë lloj mase për mbrojtjen e saj. Kam folur me punëtorët që punojnë